Që një pamundshme që ti kthejnë ato edhe borxhin kryesor, po edhe ratat, kamatat në emër të fajdeve, janë detyruar që tash të marrin vetura tek autosallonet e caktuara. Këta kanë pranuar fajësinë, bile disa prej tyre janë edhe dëshmitar bashkëpunues. Kena marrë një kërkesë në gjykatë dhe i kena marrë 4 aktakuzat e fundit që e majnë në shkrimin e prokurorit Rasim Maloku. Për atë arsye edhe kena orë këtu. A mundesh me na tregu për çka bëhet fjalë në këto aktakuza? Na kena pas bashkëpunim edhe më herët e dini për rastin e Brezovicës. Këto aktakuza janë për një rast të fajdeve që ka rrjedhur për rastit të Brezovicës, mirë po nda si rast i veçantë për shkak të numrit madh të pandehurve dhe në vitin e kaluar kemi ngritur 4 aktakuza, ku janë përfshirë gjithsejt 41 të pandehur, mirë për shkak disa specifikave që lidhen me disa të dëmtuar, por edhe për shkak disa provave, ato janë ndarë në 4 pjesë, në 4 aktakuza, me që 2 aktakuza janë me marrëveshje për pranimin e fajësisë, kurse 2 aktakuza tjera janë pas hetimit të zakonshëm edhe të zhvillohet shërtimi gjyqësor në gjykatën themelore në Ferizaj. Shumica e këtyne të akuzumve në këto 4 aktakuza ishin që lidhin fajdet me autosallonet e veturave. Po ne fillimisht, kur kemi filluar këtë hetim, 2 pandehurit e parë nuk kanë pas lidhje me autosallonet. Mirë po, pastaj kanë rrjedhur hetimi që në këtë çështjen të fajdeve kanë qenë të përfshira disa autosallone, kryesisht në regionin Lipjan-Prishtinë, edhe disa në Ferizaj. Kështu që themi drejtën edhe ky rast është identifikuesi fajdet e autosalloneve. Edhe pse ka pas edhe persona që të pandehur që nuk kanë qenë përfshim drejt për drejt me autosallone, por në mënyrë indirekte ata personat e dyshuar për fajde i kanë lidhur këta dëmtuarit me autosallone në mënyrë që më lehtë i kanë inkasuar ato themi kamatat apo kërkesat për fajde, me që aty janë marrë vetura me çmime shumë të shtrenjta, kurse ta dëmtuarit në pamundësi që ato vërtet i blejnë, kanë marrë para cash për autosalloneve, që kanë qenë thuajse gjysma e çmimit real të veturave dhe ato para drejt për drejt ja kanë dhënë personan që kanë qenë më parë në fajde. Ata personat e dyshuar për fajde, vetë viktimat i kanë marrë, i kanë qenë te autosallonat, me që edhe ka ekzistuar një marrëveshje të themi e heshtur paraprake, mënyrë që përfitojnë edhe autosallonet, e njëkohësisht ata të inkasojnë ato themi kërkesat në emër të fajdeve dhe të atij borxhit kryesor që janë dhënë kinse në emër të hove. Qysh ka funksionu që ke mënyrë e fajdes? Ka shku e ke bleni kerr aty, e ke marrë me pagesa mujore, po me njëherë në të njëjtën ditë e ke shit në kesh. Pagesat e fajde realisht nuk kanë qenë drejt për drejt të lidhura me autosallonet fillimisht. Disa të pandehurit që parat që nga burimet të ndryshme i kanë siguruar në mënyrë jo të lehtëshme, i kanë dhënë me fajde tek të dëmtuarit e caktuar që ka qenë kjo periudha kur ka filluar pandemia COVID-19 edhe shumë biznese për shkak të vështirësive në afarizmin, qoftë gastronomisë ose edhe ndërtimtarisë, kanë rënë pozitat vështira financiare dhe në pamundësi që sigurojnë edhe kredi nga bankat komerciale për shkak pasigurisë të bankave në mënyrë që mësme ju ekspozuar një rrezikut, me që nuk dije sa do të zgjatë edhe kjo periudha pandemisë, kanë filluar të marrin pare me fajde, themi hua, me kontraktim një që themi një kthimi jo proporcional të shumës, edhe me që të atë viktimat dëmtumit, ka qenë e pamundshme që ti kthejnë ato edhe borxhin kryesor, po edhe ratat, kamatat në emër të fajdeve, janë detyruar që tash të marrin vetura tek autosallonet e caktuara, kryesisht me preferencën e vet atyne të pandehurve dyshimve për fajde. Që zakonisht ata vetë kanë shku së bashku me këta dëmtumit të autosallonet e caktuara, kanë kontraktuar një veturë, ta marrin si shembull në vlerë 100.000 euro si blerje, po aty për aty e kanë shit, do të thotë vetura as që ka lëviz për autosallonit. Dhe kanë marrë vlerë
parafërsisht 50% të çmimit real që kanë marrë parë kesh dhe drejt për drejt ja u kanë dhënë parët atyne personave që ma parë ishin fajde. Dhe tash, te këto autosalonit ky ka hinë bërgj, ta morëm si shembull 100.000 euro. Dhe për me la këtë bërgj 100.000 euro, është dosh shkojnë të një autosalon tjetër ta marrë një vetur 150.000 euro ta merë parë kesh. Tash eta aty për aty është 50.000 euro, 70.000 euro, për me shku me la një bërgjin e të autosaloni më pashëm. Në disa raste kur ky farë rrethi, themi, nuk ka funksionu mo, autosalonet i kanë detru t'i marrin edhe prunat ndryshme të palëshme, toka, objekte ndërtimore dhe mjetet e tjera të cilat kanë qenë në dispozicion të tyne të dëmtuarve. Ka raste që një dëmtuar ka hinë në bërgj të autosalonet të caktuar deri në 500.000 euro, 200.000 euro. Janë detruar pastaj të marrin ose banesa, ose të hapin banesa, ose pruna deri 1 hektar, objekte ndërtimore, deri sa për fat. Nga rasti Brzovica rrjedh një arrestohet një pandehur, i cili veç kishte qenë fajde tek personat caktuar, edhe aty ka filluar të zhvillohet ky rasti i fajdeve që pastaj morr për masat bukur përfshini disa komuna, Frizaj, Prishtinë, Podëjev, Lipjan, Vitin, do të edhe në atë kuptimin kushtet teknike, pamundësia që se përndryshe krejt qytetet e Kosovës ishin të përfshine në fajde. Kena ardhur një vlerësim që fajdja në Kosovë, dukuria fajdja në Kosovë është sistem paralel bankar. Edhe qarkullimi që bëhet në këtë mënyrë, mos themi milionëshin, po te kalon miliardëshin. Edhe pse nuk kemi arritur që të jetojmë në krejt territorin e Kosovës, për shkak edhe të kompetencës territoriale, por edhe pamundësisë teknike që të vazhdojmë atut me jetim. Mirë po është, na kemi një një vullnet që prej këtij operacioni kanë filluar të aktivizohen tani edhe prokurorit tjera, edhe sot për shembull që çdo javë kemi të arrestuar për fajde që është dukuria më e shëmtuar në Kosovën e pas luftës. Si problem, edhe për mu hetu, e përmeni edhe drejtori i policisë në konferencën vjetore, tha që autosalonet janë problem mu hetu edhe lidhjet e tyre me fajde. A ka qenë edhe për juve problem mu hetu kjo pjesë? Po, është shumë problem mu hetu, me qenë se transakcionet që bën në mënyrë jo formale, nuk ka dokumentacion që veturën ja shet me një kontratë ose që i inkason mjetet përmes gjërëllgarive. Këtë bën me para kesh, edhe me që thëjmë në kontrata jo formale, kontrata gojore që është vështirë të provuar, mirë po me që thatë falë bashkëpunimit që kena pas me të dëmtuarit, me që kanë themi fitu një besim se operacionit dhe t'i shkojmë dhe në fund, kemi gjetë edhe forma tjera me monitorim të bisedave të dëmtuarve me të pandehurit e caktuar, gjatë zhvillimit të operacione në mënyrë që t'i provojmë edhe me prova tjera, përveç dëshmive të dëmtuarve, t'i provojmë edhe me prova materiale ato që pretendonin këta të dëmtuarit. Kështu që mendoj që megjithatë është bën një hap bukur i madh në hetimin e kësaj dukurie, po ajo që është suksesi më i madh në hetim është që një kategori të dëmtuarve thjesht ju ka hiq ajo zgjedhja prej qafës. Kanë qenë në gjendje jashtëzakonisht të mërshme, në çfarë gjendje kanë qenë për shkak të presionit të vazhdueshëm me kërcënime, me detyrime derisa disa dëmtuar kanë pasur raste edhe kur kanë qenë gjendje me bën vetvrasje, po që kanë bën edhe vetvrasje, ose kanë mësuar edhe lëndime trupore për shkak të dhunës që kanë ushtruar, saqë edhe familja është traumatizuar nga sjelljet e këtyre personave. Të quajmë fajdegji, edhe pse deri ende nuk kemi një gjykim të formës prerë, megjithatë
tash për tash ata janë të akuzuar shumica për fajde, por ka edhe për vepra tjera, detyrim, kanusje, tani ka posë edhe mbrojtje dhe forma tjera, po megjithatë vepra bazë në të rast është fajde. A keni menduar me i mbyll të autosallone, pse mi lanë me punu prapë? Po, tash, ne gjatë zhvillimit të operacioni, kemi pasur edhe ekipin e administratës tatimore të Kosovës, kemi pasur edhe ekipin e doganës të Kosovës, që paralelisht më morën ata për atë pjesën që takon aty me që janë edhe persona ma kompetent, edhe dim procedurat ma mirë se cilat vetura përkatësisht automjet e tjera ju kanë shmangë qoftë asoj pjesës të obligimeve doganore edhe tatimit. Kështu që ata zyrtar e kanë marrë përsipër që të zhvillojnë këto procedura, që përket shmangjes tatimit dhe shmangjes së obligimeve doganore dhe janë zhvillu për hetimet veçanta, janë paraqitur edhe kallëzime në departamentin e përgjithshëm, për shkak edhe të pamundësisë që të gjitha veprat proponohen edhe me stihup ajo thelbi i hetimit si dukurie fajdeve. Edhe ato fakt që kanë vërtetuar edhe elementet veprës penale, të shmangjes nga tatimi edhe të shmangjes nga obligimet doganore, mirë po ato janë procedurat veçanta që janë zhvilluar. Me kallëzimet penale të vetë këtyre institucioneve, administratës tatimore dhe doganës Kosovës. Gjatë hulumtimit këtyne emisioneve dhe leximit të aktakuza prokurore pash se 2 ish kryprokurorë e 2 gjyqtarë sot po i mbrojnë pronarët e këtyne autosalloneve që dyshohen për fajde. Po, parimisht ata nuk kanë pengesa ligjore, janë avokat, edhe është etike, është çështje kejt tjetër, megjithatë ata në aspektin juridik nuk kanë pengesa që ta mbrojnë një pandehur dhe t'i ofrojnë atë ndihmën juridike ligjore, është edhe obligim ligjor, se na dhe s'mundna me zhvillu procedurën penale nëse i pandehurit s'ka një avokat. Përndryshe detyrohemi t'ja caktojmë një avokat sipas detyrës zyrtare. Me siguri nuk ja caktoni një ish kryprokuror. Po, edhe ajo caktohet sipas një rendi që është nga oda e avokatëve, kështu që aty fare nuk kena themin ingjerenca apo ndërhyrje, ai avokat që është me rend i vjen edhe pala mund me kundërshtu i pandehur nëse ka një arsye për shkak në pengese ligjore. Përndryshe na aty nuk kemi t'ja përzgjedhemi për shkak të rujtjes së asoj paanësisë edhe objektivitetit, na nuk i përcaktojmë avokat caktuar asnjë të pandehuri. Të flasim pak për këto 4 aktakuzat e fajdeve që janë dash. Te këto 2 që ishin me marrëveshje për pranim fajësisë, këta të dyshuar e kanë pranuar fajësinë, e kanë pranuar se janë marrë me fajde? Po. Këta e kanë pranuar fajësinë, bile disa prej tyre janë edhe dëshmitar bashkëpunues, meqense se rasti i fajdeve themi ka pas person që ka dhënë parë me fajde, por njëkohësisht ka marrë parë me fajde prej një personi tjetër, që do thotë, themi si nën kontraktor, në atë kuptimin e terminologjisë, themi kështu të raporteve nga marrëdhëniet e detyrimeve. Thonë parët me fajde kanë marrë prej një personi tjetër, me një përqindje të caktuar edhe të njëjtat i kanë dhënë me fajdet e persona tjerë. Edhe përmjetu ata, të cilët nuk kanë qenë në të drejt për drejt në kontakt me viktimat, me dëmtumit, është domosdoshmë që me këta me pëlqimin e tyre se na kërkan se kena detyruar që të lidhë marrëveshje për pranimin fajësisë, gjitha marrëveshjet janë lidh me iniciativën e palëve të pandehur, mbrojtësve tyne. Janë aprovuar nga kryprokurori, bën gjitha me procedurën ligjore dhe si të pandehur, pavarësisht që i kanë statusin e të pandehurit dhe dyshohen për një vepër bukëltron, interesi edhe i prokurorisë ka qenë mënyrë që ata dëshmojnë edhe për pandehurit tjerë, edhe i kena përdorur edhe për zbatimin e masave fshetat, masave të hetimit veçanta që quajnë, mënyrë që t'i provojnë vërtet ato pretendimet se ka pas edhe persona tjerë që kanë qenë këtë, themi, prapa perdeve në këtë farë katrahurën e kësaj dukurie.
Këta që e kanë pranu fajsin, që janë në dy akt akuza, çfarë dënimesh keni para pa për ta? Akt akuza e parë, ata dhe ka përfunduar është akt gjykimi i formës sprejer. Ka pas dënim që me marrëveshje për pranimin e fajsisë, o dënuar me 2 vjet të gjysmë burgim efektiv dhe me një shumë gjobës që ka lënë 20.000 euro, ju kanë konfiskuar mjetet, përkatësisht vetura, nëse kanë qenë në dispozicion, edhe pse personi konkret as që ka përfituar as një cent, por vetëm ka qenë një strategji që me fut ato dëmtumin në borxhen qindra mijëra euro, e pastaj mi marrë objektet qoftë pruna, objekte banesore, lokale ose prunat palishme. Do thotë oni strategji të disa pandejor që mos me marr pare, po vetëm e shtyn në borxh. Të dëmtuarin deri në atë çast kur i ka marrë veturën, vlerat, lokalin, themi objektin banesor, që janë marrë disa banesa për një vlerë të borxhit që ka qenë simbolik, që edhe një vlerë e banesës ka qenë më e madhe se borxhi, ai marrë disa banesa për çat borxh. Tu i llogaritën fajdet me kamatat pa imagjinueshme për drejtësinë për neve, se për kjo është realitet që edhe na nuk kena besu derisa kemi hinë hetem kështu nga brenda mi pres çështjet. Nuk e kena besu që ka qasi përfshirje të fajdegjive në të gjitha qytetet e Kosovës. Këta që janë në këto 2 akt akuza që kanë me pranim fajësie, me marrëveshje për pranim fajësie, a janë dënuar gjithë me burg efektiv? Gjithë, asnjë nuk ka pa burg efektiv. Edhe është plus se me qenë se dhe vepra parashit dënimet kumulative me burg dhe me gjop, po ka raste që disa që kanë qenë para burgim, themi 8 muaj, 10 muaj, ju ka rritë ajo pjesë, plus janë bërë dëshmitar bashkëpunues dhe edhe një pjesë të dënimit edhe me gjop. Domthonë askush nuk ka pështu të themin në atë dënimin pa një pasojë që bukur e rëndë është për atë standardin që dënimeve që shqiptohen në Kosovë. Na dina dëgjojnë edhe kam jetet e informimit që për disa raste që bën marrëveshje për pranimin e fajsisë, pa paraqyku rrethonat në cilat është bën në disa prokurori, janë dënimet më simbolike. Nga pas rast që te fajdet o dënuar me 1 vjet burg, 50.000 euro gjop, i konfiskuar disa vetura, edhe është dëshmitar bashkëpunues për disa pandejor të tjerë. Që është sepse instituti i dëshmitarit bashkëpunues është i rregulluar me dispozitat e kodit të procedurës penale, edhe ne si prokurori, varësisht për interesit dëshmisë tij, kontributit tij që jep në një hetim, kemi autorizime që ta përshkruajmë plotësisht hetimin ndaj tij. Meqense ka njerë është shumë i madh interesi që hetuan një grup i disa persona të pandehur, se sot dënohet një personet mesin ata tjerë. Kështu që gjithmonë është themi një farë kontraktimi që baraspesha sa është leverdia me dëshmu kë, apo mu dënu kë me një dënim ma kapital, kurse me mbet tjerë të pa dënu. Kjo është një prej instituteve më të rëndësishme në tani në drejtësinë, në shumicën e drejtave bashkëhore, instituti i dëshmitarit bashkëpunues. Se ndryshe nuk i bukur themi shans të jetojsh grupet e krimit. Sa është vlera e sekuestrimit në këtë rast? Vlera e sekuestrimit themi është relative, edhe pse na nuk kena vlerësim themi të objekteve, ato mund janë relative, sot mund të jenë kjo vlerë, pas një viti mund të jetë këtë vlera tjera. Na kena një rast që kemi sekuestruar vetura. Me marrëveshje për pranimin e fajsisë, vlera është 3 vetura klasit shumë të lartë, është mbi 200.000 euro. Veç vlera veturave. Që ato, parimisht unë gjatë hetimet e kom pas një parim që gjitha veturat që janë sekuestruar i kam preferuar që të jipen në
shërbim policisë Kosovës. Për shkak se gjithmonë ka qenë ajo themi ankesat e tyre, sepse nuk kemi mjetet edhe të kryjmë veprimet operative në teren për shkak të veturave që u dëmtume ose edhe mungesës atë kuptimin mjaftueshëm të veturave, kështu që deri tani disa vetura vetrosit për servica ju kanë dhënë vesh 3-4 vetura në përdorim, të rastet e fojdeve disa vetura, edhe raste tjera të hetimi narkotikëve, gjitha ju kena dhënë policisë të Kosovës. Këtu po e shoh që njëra prej veturave që nga Toyota, njëjtë si e zyrtare e policisë, nashta ju ka përshtat më shumë departamentit krimet rona. Po tashti, me thonë drejtën, ka pas raste që kanë përdorur edhe veturat njëjta, nështë ka qenë edhe strategjia që pak mi vjen lejthem edhe ta zyrtarët të trafikut që të mos ndalojnë ose për shkak edhe kanë përdorur edhe me gjama të rësum, po aja është në timin supozim, si një vetur që është drejt drejt tabli Sicili. Po ka vetur Toyota, ka vetura Mercedes, ka por vetura Jeepa, që janë gjitha, për dyshe veturat që janë të me një vjetërsi të madhe, ose që nuk kanë ndonjë vlerë të madhe për policinë, aty zakonisht i kena konfiskuar dhe shkojnë në është kjo agjencia për sekuestrim dhe konfiskim të në pasurive të sekuestruara, dhe aty ruhen dhe pastaj shiten në procedurë që është e menaxhon kjo agjencioni për administrimin e këtyre sendeve të konfiskuara dhe të sekuestruara. Kurse tjerat i drejt për drejt i quajmë në polici, kuptohet me vendim të gjykatës. A keni mbërri me kriju një qasje të sigurisë edhe për këta dëshmitarë bashkëpunues që janë, po edhe për ata që kanë bërë veç viktima? Një prej parimeve ndoshta kryesore edhe të drejtësisë është që viktima me ndjeni edhe një siguri, po edhe një satisfaksion për atë që ka përjetuar, në mënyrë që pasporti shtetit të qëndrojnë mbrapa, merr një kompenzim. Kompenzim reale është vështirë t'i bëjë një kompenzim reale, veç ato përjetimet që ka pas familja, nga kërcënimet, nga shantazhet që i bën, ato është e pamundshme, po s'poku sigurinë e kanë pas maksimum ato që lejon dispozitat ligjore, me qenë siguri fizike absolute se i bëjmë askujt. Mirë, por në çdo viktimë ka thonë, nëse dikush të shqetëson, qoftë edhe një kërcënim më të vogël, vetëm lajmërohen në policinë e Kosovës dhe shet që çfarë pasuje do të ketë ai person. Deri tani nuk kemi pasur te rasti i fojdeve që dikush ka dëshmuar dhe është kërcënuar nga masi është arrestuar. Shoni. Efekti i paraburimit është më i madh se efekti i dënimit. Sepse jetojmë në një realitet kosovar që perceptimi i opinionit është që qëni këtë person që ka marrë policia dyshohet për këtë vepër edhe shëtitet lirshëm na për gjithë personat që janë thonë të akuzuar për fajde, na i kena arrestu dhe kena qenë në paraburim, jo për në atë kuptimin që me përdor paraburimin si ndëshkim. Mi po e kemi ditur që personat që janë të dëmtuar nuk e ndjej veten sigurt që dëshmojnë, edhe normalisht zhgënjehen edhe për ato dëshmitë që i kanë dhënë në polici dhe në prokurori, nëse e shet një person që ka përjetuar gjitha të merr gjatë asoj periudhës që ka qenë nën këtë obligimin për pagesat e fajdeve, njërë që ai person tani veten sigurt, dhe që vërtet shteti qëndron para tyne dhe jo vetëm ta kryejë një obligim themi formal, ngrit një akt akuze edhe pastaj më bon se o bon për viktimen. Prioriteti i hetimit ka qenë viktima se sa i pandejori.